E bona dje një video me një gjamper flamur të Amerikës, si që këtë njajt gati, ishin që këta të pozitës të thonë pse ke vesh flamurin e Amerikës. Ti me konë shqiptare, vesh flamurin e shqiptarëve, jo të Amerikës. Thash këshqër ta të pozitës, thash që pas ka dalë punë edhe me flamur të Amerikës, për nëryshe opozit, në që se unë e di që jeni pa shkollë, edhe jeni për vaqica krejt, po kë nuk është flamur i Amerikës, a din, në që se dini me dalu flamurin e Amerikës, në që se nuk dini këqërni, shkoni në Google edhe shkru në flamurin e Amerikës, javë qëtë ato fotografien original që është flamurin e Amerikës, po më bje shumë interesant, që ka dollë dejtë Albini e theshtë për nga prish me Amerikën, tash jo vetë kundra Amerikës, kundra flamurit Amerikës. A që ka që për vaqica i nja, mavre, se po m'vjen me kesh me juve, besa. Numër një, nuk e dini cilë është, nuk e njeni cilë flamuri Amerikës, numër 2, po jo pengojka flamuri Amerikës juve. Që është par njerëzini. Ja, qëtos, ves për juve peni, për juve të opozitës. Po nëse kaloni mirë, se s'keni faj, është humbje e thejla. Une ju kuptoj traumat e juja. Vlave Hashim Thaqit, 30.000 euro penzion mujt në Kosovë. Thash, edhe qëta njeva sota, ngone. Sota ko penzionin nga një Thaqe sot, së një i para pensionune Byro Kosovare Sigurime. 980 euro të ko ditën. Ditën? 29.400 euro ko mujt penzion dhe se një ushtarë, një uqëkës, të ko njës një ushtarë, ose një invalid. A një që ka tha që kjo? 30.000 euro. A kryetari Francës me 7 milion banor, rrogën e ka 22.000 euro. Vlave Hashim Thaqit, pensionin e ka 30.000 euro. Tash llogariti orën sa ka mujt kë me pas për me mrime një pension 29.000 dishka 30.000 euro. Ky pas ka pas rrugën 300.000, 400.000, ose ka marrë sa ka dosh vetë, nëse ka nalë në kusha. Jo, kur t'je Vlave Thaqit, merë sa dush, le sa dush, nuk është problem për atë punë. Jo, bre, shka me bo na fukarat, se jo, kur t'je Vlave për dini atina të madhe, sa ka të në Kosovën të vjedhë në cepëm cep, jes nuk është problem, ama Albini ju palën, 52% shkoj, edhe halose në krykej të votimet. Nëse për ju përshëndes një herë, ta në shije më vërë. VB Kajtazi, kryetari shtabit zgjedhor të PDK-s, e pas ka godit keq LDK-n. A tha, LDK-a po mirën me Hashim Thaqin, e s'po mirën me Vjosën, e s'po mirën me Pecin e me Albinin. Me Pecin janë morë dhe që tash, për që ata kanë hupë votat, se dhe që tash janë morë me Pecin, me Speca, me Patligjona, me Sene. Ama pështjet që i kanë prish punë tash, ju ka ra vllazërin bashkimi PDK-s e LDK-s, se kanë këta gatse, e dini jo që qysho akuzeshin ta për hajdnije, për krime, për ta në dzejzat me zvejti. Nuk i shkon nga dashnija këtyne. Këta kanë 2 det, 1 javë, 2 javë, nuk mundet, s'kan lidhen me zvejti këta, PDK, LDK. A si do mos kur e kanë kryetar shtabit zgjedhor PDK-a me pas VB Kajtazi. Tash llogariti ku ka mrrinj PDK-a me pas VB Kajtazin me pas kryetar shtabit zgjedhor. LDK-a kanë Berat Buzhalën, shka me thunë, Milem Zekën, Batan Haxhiun, edhe po menani që fitoni në hera, për 100.000 vjetë s'keni me fitu. PDK o plumbi bardh, atë tha nana u dhamar, vaj, 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 u dhamar nana s'ka than, se votus neve na kanë lan,
Vaj, 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 se votës neve na kanë lanë. Vaj, 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 opaj! Kale, kale! Opozit, ka një mazdit o burë se a o kryten që ato numërin me ajo. Ja, inshallah nalën ma shpejt se Albini 500.000 po do me shku 550.000. Po inshallah nalën e së numërojnë ma. Se ja, ju ka që mund të keq që Allah bila i një ba për më të dhimt jo. Qa që keq këni hu. Veç inshallah nalët kjo Albin që si numëran ma tjerat. Se balë ma, 500.000 shën e mërënti. Që ata i ka lyp, që ata popla i ka dhanë edhe kry. Mas lyp tash me shku 600.000. Zjedhe tjera po, a mon që to, balë i ka 500.000 bre. Ta të pozitës kanë hup, asë nuk përshohën paradite, asë nuk përshohën mazdite. Në ta naundë, nuk e di që ka shkon punë e tyne, kanë hup kretë, si faksin në të atë nishën atër që pa të hup. Edhe këta që ashtu njëjtë, ke zolloj, po s'kem shka me bon, qasër të kanë meritu. Ngoni këto pevacicat e të shtaqit që shë prendojnë vetë, që ka bojnë me televizione, ves ngoni. Me a gjuq qëto media, abdi gjikët, soqit, mi kry, a bonajt presionin se Albin Kurti si pecit si kë, ashtë të mëjtë tja. Edhe që shkeshin pevacicat, edhe e din shumë mirë që ka bojnë këta, po Albin baba nuk e rrunë fort për juve pevacica, se e din që e një pevacica, a e nuk mërzitet për juve. Pa morë parasysh që ka mundi me thonë, që ka mundi me folë, sa e është njëri pastër, edhe një din që shtetin se ka vjedh, edhe nuk e vjedh, shtetin se traton, nuk se ka tratu, as e din edhe një të mirë që kufet nuk jalun, me mishë me shpirt më not, dhe në fund mi majt e mi mbrojt, nuk është sikur të tjerë që s'mujnë me pranu presionin. Kjo është ekstra. Ju përshëndes opozit, ka e një mazdite. Ngone pse sot nuk keni rrymë. Ngone. Jeti shpërndarje se kekut ishte shitur me një qmemi qesharak. Qesharak. Kurse sot, në nësiklin kec, po gjeneron miliona euro çdo muaj nga qytetarët e varfër të Kosovës. Ha, botë. Fetimi ma. Televizioni kekut është shitur në vitin 2013 për vetëm 26.3 milion euro. Por, zemërgjërsia e qeverisë nuk ishte ndalur këtu. Qeveria u hequr nga Hashim Thaçi dhe me ministër të energjisë Besim Beqaj kishte vendosur t'ia jepte kecit plot 17.9 milion euro. Leje që kanë shqit lirë, po janë qua dhe e kanë dhonë 17-18 milion. Banë me naj, kecin e ka ble me 5 milion euro. Për që ata s'keni rrimë më shqiptarë. Se shtakin e dharat që tyne të pozitës që shkutën ma pak se 12%. Mas diliman ku të Albini, që ta hajnat të pozitës, që ta e kanë bon kretë. Vynë kohë për me rekupere krejt të dome që kanë bon këta farhojnë atë opozitës. Shumë kohë vynë. A një që unë ka pëlqy shumë të Abelar Tahiri që e majtë fjallën. Pa thonë para një 2-3 mujve në që se bat Albini kryeministër, unë s'ka më bo më deputet. E majtë fjallën, edhe nuk u bon. Prej me nuk u bon. Nëse nuk e dia asu baja, nuk e votutët, që ato pak nuk si kum një hala sa vota i ka marrë, ama kryesore, Abelardi nuk është më deputet. Ta shka bëhet me ta, nuk e dia ma ajë së është më deputet. Jo përshëndes opozit, kalën e mirë, që këtu ka një, këni me shku të shpia krejt. Sa të është Albini gjallë.